Për shembull, kur dikush kërkon ndryshim të pushtetit, i them, ndryshoje pushtetin tënd familje. Ti je kryefamiljar. Si po udhëheqi me familjen tënde? Ai i përgjithshëm apo i kryen detyrat? Nëse je ti kështu, Zoti ta bën një shef në punë të përgjithshëm. E atij shefi ja bën një drejtor të përgjithshëm. E këtij drejtor një kryetar komune të përgjithshëm e kështu me radhën. Prandaj mendoj që ndryshimi fillon nga vetja. Duhet jemi ne të përgjithshëm që pastaj në mënyrë zinxhirore të bartet përgjegjësia deri tek instancat më të larta të udhëheqjes të shtetit. Minimumi nuk është i përgjithshëm në detyrat që i ka. Nëse çdo kush për shembull i kryen si duhet përgjegjësitë e tij që i ka, minimumi përgjegjësia është vota. Atje mund ta tregojmë përgjegjësinë tonë tek e fundit. Bukur fort. Po të komplimentoj, ke bërë një shpalosje shumë fantastike dhe besoj që do jetë për gjithë ato që na dëgjojnë, do jetë një mesazh, sidomos për gjithë hapësirat shqiptare që e vuajnë këtë gërç të kuptuarit të gjitha nivelet shoqërore, e vuajnë këtë gërç të kuptuarit se pse nuk u ecin punët, pse kanë këtë elitë, pse kanë këto kast, me cilën çdo ditë shfryen, nxjerrin mëllef, sidomos tash në rrjetet sociale, pa e kuptuar që ajo kast, ata njerëz janë prodhim për tyre, sepse le të sajojmë një moment të tillë që unë jam votuesi dhe para kam një pushtetar ose kandidat për qeveritar i cili mua më kërkon votën për të udhëhequr. Dhe unë i them, e ka emrin Rufkisuma konkretisht, po mund ta ketë emrin çdo kush dhe mund të jetë çdo ku. Unë do të besoj ty paratë e mia nga taksat, do të besoj jetën time, deri diku, sigurinë time, mbarvajtjen time shoqërore. Do t'i besoj dhe kam të drejtë të kërkoj shumë llogari deri në momentin që unë të vendos të t'ja votën, sepse gjithë këto gjëra nuk mund të besoj aq lehtë. Më falësh, i nderuar Rufki apo se si e ke emrin, po unë nuk mund të ta besoj. Ti du të më bindësh mua, duke më treguar jetën tënde, karakterin tënd, siç i tregove, rrjedhshmërinë e gjithë jetën që unë të bindem, që unë po ja jap votën njeriu që vërtet pas ka bërë ca punë, ka lënë ca gjurmë, pra pas ka diçka, që përçon besueshmëri, dhe unë pastaj të bindem që duhet të ja votën. Nuk mund të ta ja votën kurse si kaq lehtë të besoj pushtetin mbi mua nëse unë nuk sigurohem që ti je i duhur për këtë punë.